Nga skenat prestigjioze të Berlinit në zemër të Shkodrës, dirigjentja me famë botërore Elda Laro merr drejtimin e orkestrës simfonike të qytetit. Lajmi është konfirmuar nga kryetari i bashkisë, që në rrjetin social shkruan: siç e dini tashmë në cilësinë e kryetarit të Bashkisë së Shkodrës, zgjell të besoj profesionistëve dhe të flas me punë. Zonja Elda Laro është pjesë e re e ekipit që drejton asetet kulturore të Shkodrës, ndërsa Orkestra Simfonike e qytetit ton ka shumë projekte të bukura përpara. Të tjerat janë vetëm spekulime, suksese artistëve. Vetë dirigjentja njohur ka shprehur kënaqësinë e saj për këtë bashkëpunim, përmes një videoje ku thekson se eksperienca me koncertin e tenorit të famshëm Ram Lahaj në Shkodër i la mbresa të paharrueshme, duke bërë të pamundur refuzimin e kësaj ftese. Eksperienca që kemi ndarë së bashku vitin e kaluar në qershor të vitit 2024 bashkë me tenorin e mrekullueshëm Ram Lahaj më ka lënë mbresa dhe kujtime të paharruara, prandaj edhe ftesën e tij e kam pranuar me zemër të hapur. Bashkë me kryetarin e bashkisë dhe gjithashtu me drejtorin e përgjithshëm zoti Pandilaço, po punojmë shumë për të organizuar koncerte highlights, duke sjellur artistë shqiptar të mrekullueshëm, të cilët performojnë në të gjitha skenat e botës. Gjithashtu dëshirojmë që qyteti i Shkodrës të kthehet në një vatër kulturore me cilësi akoma më të larta artistike kulturore. Orkestra Simfonike e Shkodrës është një aset shumë i çmuar i qytetit, prandaj mezi shpreh që të bashkëpunoj me të. Bashkëpunimi ynë do filloj menjëherë në fund të marsit dhe do të fillojmë së bashku realizimin e koncertit të parë Highlights, i cili do të realizohet në verën e 2025-s. Ju uroj të gjithëve suksese dhe na shkoft mbar. Shkodrania Elda Laro ka një karrierë të gjatë ndërkombëtare. Ajo i nisi studimet në Shkodër dhe fal talentit të spikatur u transferua në Tiranë në vitin 1989, fitoi një bursë për studiuar në Konservatorin Giuseppe Verdi të Torinos dhe më pas vjoi studimet në Paris dhe Salzburg. Karriera e saj përfshin eksperienca në teatrat të njohur si La Scala në Milano, Theater Münster në Gjermani e shumë të tjerë. Pas një eksperiencë të gjatë si pianiste dhe shoqëruese operistike, ajo u bë dirigjente duke sfiduar stereotipet gjinore në këtë fushë. Aktualisht ajo është dirigjente në Operën e Berlinit.